Jeni duke dëgjuar serinë audioprogramave të Institutit Demokraci për Zhvillim, D4D, i përkushtuar për përmirësimin e demokracisë dhe zhvillimit në Kosovë. Çdo javë, individ të ndryshëm mblidhen për të shkëmbyer idetë e tyre në sallonët e së martës. D4D sjell editorialin pranjush. Diplomimi i Republikës së Kosovës. Shkruan Zana Zeqiri Rudi. Është i mirëpritur vlerësimi i grupit ndërkombëtar drejtues me 24 janar për përfundimin e pavarësisë së mbikëqyrur. Punë do të ketë ende para se Kosova të diplomojë nga kujdestaria ndërkombëtare, por konsiderohet që Kosova ka hyrë në fazën e rëndësishme të pavarësisë, jo vetëm nga Serbia, por edhe nga mbikëqyrja ndërkombëtare e mandatuar me propozimin gjithëpërfshirës të ish-presidentit Ahtisari. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, grupi i shteteve mike të Kosovës që ka njohur Kosovën me kërkesën e liderëve të Kosovës e formuan GND-n. Qëllimi i GND-s është përkraja e plot gjatë zbatimit të propozimit gjithëpërfshirës përmes përfaqësuesit ndërkombëtar civil. Përfaqësuesi ndërkombëtar civil jep përkraje institucionale drejt zhvillimit demokratik të vendit, drejt qeverisjes së mirë, respektimit të multietnicitetit dhe sundimit të ligjit në gjithë Kosovën. Tani, pas vlerësimit pozitiv të GND-s, mendjen e vërshojnë pyetjet si: çfarë kërkohet saktësisht nga Kosova, cilat janë pritjet tona kundrejt atyre të misioneve ndërkombëtare evropiane dhe botërore. Kur konsiderohet se ka diplomuar Kosova, kur ikën përfaqësuesi ndërkombëtar civil, apo unë miku? Nëse ende punë ka mbetur, çfarë nënkupton përfundimi i misionit të përfaqësuesit ndërkombëtar civil? A përfundoi me kaq kujdestaria ndërkombëtare, apo vetëm po ja lëshon rrugën një kujdestarie tjetër? A vështirësohet vënia e veriut nën kontroll pas ikjes së përfaqësuesit ndërkombëtar civil? Sidoqoftë, lajmi pozitiv nga ky grup shtetesh u mirëprit nga qeveria dhe nga publiku i gjerë. Në prag të 4 vjetorit të pavarësisë, ky lajm jep edhe një validitet shtetësisë sonë dhe ndoshta arsye shtesë vendeve hezituese që ta njohin. Në bashkëpunim me përfaqësuesin ndërkombëtar civil, qeveria ka identifikuar ndryshimet të cilat kërkohen, 4 kapitujt të kushtetues dhe 21 ligje. Kapitujt në fjalë janë kapitulli mbi komunitetet, kuvendin e Kosovës, propozimin gjithëpërfshirës dhe përfaqësuesin ndërkombëtar civil, ndërsa disa nga 21 ligjet që do të amandamentohen përfshin ligjin për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet lidhur me AKP-n, për liritë fetare në Kosovë, për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve, ligji për shtetësinë, ndërmarrjet publike dhe mbi gjykatën kushtetuese. Është menduar që të gjitha këto ndryshime të përgatiten në një pako për miratim të përbashkët. Me gjithë suksesi në përmbushjen e obligimeve që dalin nga propozimi gjithëpërfshirës, decentralizimi mbetet i papërfunduar. Me rezistimin serb ndaj themelimit të komunës së Mitrovicës veriore dhe me funksionimin e strukturave paralele serbe, veriu mbetet si çështja e ndjeshme e papërfunduar. Me ikjen e PNC-s mbetet të shihet se si do të operacionalizohet themelimi i komunës dhe shtrirja e sundimit të ligjit edhe në veri. Ikja e PNC-s mund të dëmtoj Kosovën për shkak se i vetmi mision që na njeh zyrtarisht dhe i lë misionet të cilat nuk kanë konsensus ndaj shtetësisë sonë. Ndërsa, në rrafshin ligjor, mjaft debat zhvillohet edhe rreth ligjeve që dalin nga propozimi gjithëpërfshirës, për hoqën e madhe dhe qendrën historike të Prizrenit. Me gjithë mbrojtjen kushtetuese që u garantohet të gjitha grupeve fetare, është një mendim i gjerë që kishës ortodokse serbe i është dhënë një rol jo proporcional kundrejt grupeve tjera. Mundësia e drejtës së vetës nga kisha ortodokse serbe në vendimet e asamblesë lokale mbi qendrën historike paraqitet si ide shqetësuese në opinionin publik, sidomos kur dihet se në Prizren jeton një numër relativisht i vogël i antarëve të komunitetit serb, ndërsa ky qytet zë vend të rëndësishëm në historinë shqiptare. Me gjithë debatin e nxehtë që po ndodh në Kosovë dhe ndoshta kompromisi duket larg, duhet të tërhiqemi disa hapa prapa dhe të shikojmë se sa jemi pjekur si shoqëri. Krahas zhvillimit të reformave institucionale, vërehet një maturi edhe nga shoqëria civile, e cila po shërben si balanci më i mirë për funksionimin normal të shtetit ton. Me bindje kërkohet përgjegjësish nga qeveria qendrore dhe lokale, e sidomos kur në pyetje janë ligjet që dalin nga propozimi gjithëpërfshirës. Vëmendshmëri e
thellë kërkohet edhe nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që leximet e këtyre ligjeve të shihen me shikim afatgjatë dhe në interesin e të gjitha komuniteteve, grupeve fetare dhe grupeve tjera të interesit. Me gjithë maturinë institucionale dhe shoqërore, a jemi gati për diplomim? Mendimi mund të ndahet në disa linja. E para është se diplomimi ka ndodhur qysh në vitin 1999, kur Kosova u lind si subjekt i ndarë nga Serbia dhe mori obligime që i ngjasonin atyre shtetërore. E dyta është se diplomimi ka ndodhur kur Kosova u shpall shtet i pavarur dhe sovran me 17 shkurt 2008 dhe u shpreh e gatshme dhe e vullnetshme për të qenë shtet i pavarur me popullsi multietnike, integritet territorial dhe vullnet për të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare. Kosova diplomoi në tranzicion dhe atë jo vetëm në tranzicion të pas luftës, por edhe të pas komunizmit. E treta është se diplomimi ndodhi me vendimin e GND-s, që Kosova është në fazë të re ku mund të funksionojë si shtet pa mbikëqyrjen ndërkombëtare. E katërta është se diplomimi nuk ka ndodhur ende. Kjo linje mendimit lë të kuptoj që Kosova mori një nivel të përgatitjes profesionale, ngjashëm me atë të shkollës së lartë dhe e pesta është se Kosova si e tillë ka diplomuar, por po braktiset nga misht pikërisht kur duhet dhënë provimin në veri. Për provimin në veri duhet përgatitur bashkarisht, nga se nevojitet për krahje e gjerë për të përgatitur për atë, burimet e secilës nuk i kemi nën kontroll. Pavarësisht shkallës së përgatitjes profesionale, duhet nënkuptuar që Kosova është shtet i ri, por për kushtimi institucional dhe shoqëror për t'i shërbyer popullit, mbrojtur integritetin territorial dhe për bashkëpunim ndërkombëtar është i veçantë. Kosova si një shtet në formim kishte pranuar një plan mjaft ambicioz, posaçërisht lidhur me decentralizimin. Tani, 4 vite më vonë shohim se Kosova qëndron afër përfundimit të implementimit të këtij plani kompleks. Sot kemi komuna funksionale të cilat i shërbejnë dhe i përgjigjen popullatës lokale, por është e drejtë të kërkohet pjekuri politike dhe shoqërore, opozitë dhe shoqëri civile aktive dhe të interesuar, ndërtimi një shteti me reforma gjithëpërfshirëse, gjithnjë duke reflektuar vlerat më të larta evropiane. Nuk është proces i lehtë dhe pa sfida për të diplomuar, por jemi të pozicionuar strategjikisht, me vullnetin ton të mirë, me ndihmën dhe vëmendjen ndërkombëtare përkundër krizës globale ekonomike dhe konflikteve të reja aktive dhe të mundshme. Për analiza, video dhe editoriale tjera, vizitoni webfaqen ton www.d4dvizks.org. Ju falenderit që dëgjuat.